Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, ka vizituar sot shtëpinë të moshuarve në Xhinovc të Suharikës, ku mirëprit nga kryetari i shoqatës Jetimat e Ballkanit Halil Kastrati, si dhe banorët e kësaj shtëpie. Të lumtur dhe të gëzuar për këtë vizitë të Miftiut Tërnava, u panë banorët e kësaj shtëpie. Si kini ardhë, më na pa, më na hiqë, zoti ju rrit lejnë, edhe në përgjën e bërë. Qysh me ka dorëzani, mirë? Mirë, shumë, po, valla. Miftiu i Kosovës, Naim Tërnava, u shpreh i gëzuar që sot po e viziton banorët e kësaj shtëpie në kushte kaq të volitshme. Ai u shpreh i kënaqur me ndihmën që po i ofrohet këtyre banorëve që kanë mbetur pa përkujdesje. Kjo ofrosh ndihmë atyre të cilët janë të shtyrë në moshë dhe pa një përkujdesje të bollshme, atëherë kjo është diçka e veçantë. Andaj mua më gëzon fakti që vërtet këtu ka bërë një punë shumë të madhe dhe kanë gjetë edhe, nëse kemi guxim të quajmë strehim, një numër i konsiderueshëm i atyre të cilët janë në nevojë, pash se vërtet kushtet janë jo të mira, por janë ideale për të jetuar këtu me të gjitha nevojat që ka një i moshuar, mirë po që besë edhe një i ri. Është një punë të cilën duhet ndjekur edhe të tjerët, që dhe kjo është një dëshmi shumë e madhe se kur njerëzit dëshirojnë të punojnë, kanë mundësi që të arrijnë edhe brenda Kosovës, jo për të orientuar vetëm jashtë. Kryetari i kësaj shoqate Halil Kastrati u shpreh falendërues ndaj Miftiut Tërnava për këshillat, si dhe për vizitën që i bëri të ndihen mirë jo vetëm banorët e shtëpisë, por edhe stafin. Nder për neve me pas në vizitë Miftinë e Kosovës bashkë me stafin e tij, në emër tim edhe të stafit tim, edhe të banorëve, falenderoj jashtëzakonisht shumë, edhe besoj që këshillat e tij ishin shumë dobishme për neve, po edhe për banorët. Edhe një herë faleminderit shumë për vizitën. Miftiu Tërnava gjatë kësaj vizite pa përse afërmi kushtet e mira që jetojnë banorët e kësaj shtëpie, por njëkohësisht i përgëzoi për punën që kanë bërë, duke u ofruar mbështetje drejtuesve të kësaj shoqate.